Partia Demokratike mblodhi këtë të hënë kryetare të degëve, ku në qendër të diskutimeve ishte aksioni opozitar. Berisha hodhi akuza ndaj qeverisë, teksa kërkoi protesta. Për çdo idealist, për çdo njeri, dhe nuk janë të pak, t'ju garantoj, po janë me qindra mijëra. Njerëz me ideale, njerëz të gatshëm të luftojnë për idealet e tyre, të drejta fisnike. Duhet jetë shumë e qartë se përveç protestës, kryengritjes paqësore, asnjë mjet tjetër nuk do mund të shpëtojë Shqipërinë nga ky pushtim i egër i brendshëm. Në disa aspekte, ju them unë ju, në aspektin e materjes njerëzore, ky te i kalon çdo lloj regjimi që ka njohur shqiptarët histori. Ndërkohë detaje janë zbardhur nga mbledhja me dyert të mbyllura. Protestat kanë qenë në qendër të propozimeve e diskutimeve, ku një prej kryetarëve të degëve ka kërkuar grevë, por në një formë të padëgjuar më parë. Në këtë mbledhje u propozua grevurie, jo vetëm për deputetët, por edhe familjarët e tyre. Një prej kryetarëve i ka thënë Berishës: "Doktor, besimi ndaj politikës në përgjithësi është për tokë, por në veçanti ndaj Partisë Demokratike. Çfarë duhet bërë që qytetarët të kenë besim tek Partia Demokratike? Janë provuar protestat, por kanë rezultuar vetëm peligrinazh. Shumë demokrat kanë ikur drejt maxhorancës dhe nuk mund të vësh faj në këtë situatë. Mendoj se zgjidhja e mundshme për të rikthyer besimin tek Partia Demokratike është sakrifica jo vetëm e deputetëve, por edhe familjarëve të tyre, të hynë në grevë tek kuvendi bashkë me familjet e tyre. Ndryshe, si mund të rikthehet besimi kur të gjitha format janë provuar?" është shprehur një prej kryetarëve të degëve. Ndonse e ka vlerësuar si propozim dhe si shqetësim të ngritur, Berisha nuk ka dhënë një përgjigje të prerë për grevën, duke e kaluar në heshtje, pasi një pranim do të thoshte që në grevë të mund të ishte jo vetëm ai, por edhe familjarët e tij. "Keni të drejtë si në parashtrim, ashtu edhe në propozime. Nuk i hedh poshtë asnjë nga këto, por jemi në një narkoregjim", është shprehur Berisha. Ndërkohë, kryetari i degës së Partisë Demokratike Berat është shprehur se nuk ka mundur të gjejë komisioner për zgjedhjet, si pasojë e humbjes së besimit. Po ashtu, burimet nga mbledhja bën me dije se veti ish kryeministri ka propozuar protestë çdo javë para parlamentit në formatin e protestave para Bashkisë Tiranë. Unë propozoj se një formë është ajo e protestës në formatin e asaj para Bashkisë, një herë në javë para kuvendit, do me thonë në çdo seancë të ketë protestë para kuvendit, është shprehur ndër të tjera Berisha. Ndërkohë vlen të kujtohet se edhe pse e hëna për deputetët demokratë ishte bojkoti plot i të gjitha komisioneve parlamentare si përgjigje ndaj qëndrimit të maxhorancës me kërkesat e opozitës, ky opsion u rrëzua në mbledhjen e grupit të PD. Teksa të shumta ishin propozimet e demokratëve që nga greva në parlament, protestat kombëtare të tjerë, në përfundim demokratët morën 4 vendime, të cilat u përcollën edhe 4 deputetëve që munguan në mbledhjen e së hënës. Kësaj demokratët vendosën të marrin pjesë në të gjitha mbledhjet e komisioneve dhe ngrenë shqetësimin e ngushtimit të hapësirës së opozitës në kuvend. Po ashtu, grupi vendosi: "Nuk pranojmë në asnjë rast cënimin e asnjë të drejtë të opozitës në mbledhje. Dhe nëse u ngushtohet hapësira në mbledhje, reagojmë dhe nuk lejojmë vijimin normal të mbledhjes. Në mbledhjen e Komisionit të Burimeve Natyrore të mërkurën, do të shkojnë edhe deputetët e komisioneve të tjera." Mëtej në vendimin e siguruar thuhet se marrëdhënia me kuvendin nga sot është zero tolerancë ndaj cënimit të drejtave tona. Kemi treguar në 10 seanca plenare që jemi për normalitet të kuvendit, por normaliteti nuk mund të ndërtohet në kurriz të opozitës dhe duke ngushtuar hapësirat e saj. Këtë nuk e pranojmë në asnjë rast. Mbetet për tu parë si të zhvillohet mbledhja e Komisionit të Burimeve Natyrore të mërkurën, kur demokratët pritet të jenë të gjithë, edhe ata që janë anëtarë të këtij komisioni.